Në vend që t'i kërkonte homologës së tij maqedonase që të respektohet marrëveshja e Ohrit, të respektohen të drejtat kushtetuese shqiptarëve, ministri i Brendshëm shqiptar flet për luftën kundër terrorizmit etnik. Kjo është një deklaratë e turshme e paprecedent në historinë e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Një deklaratë që përbën një skandal kombëtar. Këto deklarata shqiptarët i kanë dëgjuar në kohën e Milosevicit, por sot i dëgjojnë nga goja e ministrit të tyre të brendshëm. Me këtë deklaratë, Tirana zyrtare konfirmon se shqiptarët përbën një rrezik për rajonin, se shqiptarët janë terroristë, duke legjitimuar dhe nxitur perzekutimin dhe dhunën ndaj tyre. Shumica qeverise duhet të dënojë këtë deklaratë të papërgjegjshme të ministrit të brendshëm të qeverisë Rama dhe për të vendosur dinjitetin e dhunuar kombëtar nga ky ministër. Minimalja që mund të bëjë kryeministri është kërkimi i tij.